Mbrëmjen e së shtunës është kremtuar mesha e shenjtë në varrezat e Ermajit në përkujtim të gjithë shpirtrave që kanë kaluar në amshim. Gjatë predikimit të Ungjillit, arqipeshk Vim Zot Giovanni Peragine tha se kjo natë shërben për të kujtuar secili prej nesh se kjo botë nuk është e përjetshme, por vendi në amshim është pasuria më e madhe. Ndaj le të shërbej si udhërrëfyes në ditët tona. Jemi të mbledhur sonte në këtë vend. Është një vend e shenjtë për ne në këtë varrezë e Shkodrës. Këtu pushojnë prindrit tanë, gjyshërit, pushojnë miqtë e afërmit që na kanë paraprirë në fe. Është një vend eshtjeje dhe kujtese, por njëkohësisht është edhe një vend shprese. Po, çdo varr, çdo emër i gdhendur tregon një jetë që ka dashur, tregon një jetë që ka vuajtur dhe edhe që ka besuar. Dhe pikrisht këtu, në këtë vend sonte, mund të themi mes shenjave të vdekjes, liturgjia sot na nafton të kremtojmë një nga festat më të ndritshme të saj, që është pikrisht festa e të gjithë shenjtërve. Është një festë që na flet për dritë. Është një festë që na flet për jetë. Do me thënë, njerëzit që jetojnë me Zotin. Është një festë që na ndriçon. Dhe është e bukur që jemi bashkë sot këtu. Sepse kjo festë na kujton një të vërtetë që jep kuptimi jetës së sonë. Do të thotë që të gjithë ne jemi krijesat të Zotit. Besimtarët katolik janë lutur për të afërmit e tyre që Zoti t'i pranojë pranë vetes, teksa ndezën qërinë në përkujtim të tyre. Varrezat katolike të Ermajit në Shkodër në datat 1 dhe 2 nëntor kthehen në qendër pelegrinazhi për banorët e shumtë të qytetit, të cilët nderojnë dhe kujtojnë të afërmit e tyre, të cilët nuk jetojnë më.